këtë dokumentar do të flasim për jetën dhe veprat e autorit të famshëm William Shakespeare. William Shakespeare lindi më 23 prill 1564 në Stratford mbi Avon. Ai ishte biri i një tregtari, jo me famë. Ai studioi në shkollën e vendlindjes që gëzonte nam mjaft të madh, ku njoh me mjestet grek e latin. Në moshën 18 vjeçare u martua me Anna Hathaway, që ishte disa vite më e madhe se ai. Një gjë e tillë e pengoi që t'i vazhdoi studimet më tutje. Mirë po, si pas pohimeve të disa biografëve mendohet se Shakespeare ka ndjekur mësimet në Oxford prej 2 semestresh. Në të shoqen, ai ka 3 fëmijë, 2 vajza dhe 1 djalë. Rreth moshës 22 vjeçare, Shakespeare i largohet përfundimisht nga vetëlindja dhe vendoset në Londër. Mendohet se vitet e para të qëndrimit të tij në Londër, ai u bashkua me një grup aktorësh shëtitës. Në vitin 1592, del se emri i Shakespeare-it njej në Londër, qoftë si autor dramatik, qoftë si aktor. Vepra e tij e parë, drama historike Enriku IV, e cila u shfaq pikërisht me 1592, e më 1597 ai shkroi veprat e para dhe është bërë bashkëthemeluesi i teatrit Globus, që ishte më i miri dhe gjithmonë i stërmbushur. Në vitin 1612, Shakespeare i vendos të largohet nga Londra dhe të vendoset në Stratford, që më 1597 bleu një shtëpi të bukur. Testamentin e vet e përpilon më 1616 dhe një muaj më vonë vdes, po të njëjtën datë që kishte lindur më 23 prill dhe varroset në kishën e vendlindjes. William Shakespeare e ngriti në majat më të larta artin poetik. Komentet rreth tij janë të panumërta dhe të mendonin gjithë se veprat shakespeariane është e admirueshme si tërësi dhe në tërë përdoruesit e veçantë. Madje mund të thuhet pa frikë se vepra e Shakespeare-it përmban bashkë me Biblën dhe deklaratën e të drejtave të njeriut, një ndër shtyllat mbi të cilat ngrihet identiteti i Evropës historike. Veprimtaria dramatike e Shakespeare-it u zhvillua në teatrin elizabetian, ku si kuadri historike kishte mbretërimin e Elizabetës në Angli. Madje për krah teatrit klasik grek, teatri elizabetian përbën dukuritë më të rëndësishme dhe më të mrekullueshme për teatrin botror. Në teatrin elizabetian, të gjitha llojet e dramatikës livrohen në të njëjtin sukses dhe pasuroheshin me elemente të reja. Zhvillimin më të plot e arriti tragjedia e cila paraqet heronit para konflikteve, të cilë u dilet mban me forcë shpirtërore të paepër, ose dalja nuk ekziston. Teatri Shakespearian. Shakespeare e realizoi një vepër të mahnitshme, shumë të larmishme, gjithsej 37 vepra për teatr, nga të cilat 13 tragjedi dhe 10 drama historike, 14 komedi, 154 sonete, e cila u vlerësua si poetik më e shmuar e periudhës elizabetian. Prodhimi dramatik i Shakespeare-it i njeh 4 periudha kryesore: periudha e rinisë, periudha e pjekurisë, periudha e pesimizmit dhe periudha e pajtimit. Në periudhën e parë e rinisë mbizotrojnë dramat dhe komedit kundër më të njohurit u vlerësuan Ricardi II, komedit Zbutja e Kryengjës dhe Ëndra e një nate dhe tragjedia Romeo dhe Julieta. Periudha e dytë e pjekurisë mbahet si periudha e komedimeve të mëdha, si Shumë zhurmë për asgjë, Si të doni ju, Nata e 18. Periudha e pesimizmit, dhe kjo u vlerësua me tragjedi të mëdha dhe më shumë të çmuar si Hamleti, Macbethi, Otello, Mbreti i Lirë. Periudha e pajtimit me veten shkruan
Pjesët e njohura si tragjedi, komedi, ku elementi fantastik, alegorik bëhet mbizotrues dhe pesimizmi bashkohet me poezinë më të lartë.